Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duke quajtur të drejtë veprimin e drejtësisë, por duke theksuar se ndaj tij duhet të respektohet ligji. Para deputetëve, Berisha tha se Partia Demokratike mbështeti dërgimin e çështjes së Erion Veliajt në gjykatën kushtetuese pasi sipas tij ai u rrëmbye nga vendi i punës. Në X qytet të Kolumbisë, Farku rrëmbeu kryetarin e bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedura ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat. Berisha shtoi se përplasja me Edi Ramën dhe Erion Veliaj lidhen me interesat caktuara korruptive që sipas tij janë bërë shkak për përçarjet brenda majorancës. Ky shkoi në Shtetet Bashkuara dhe bëri fotografi me Kamala Harrisin. Po, publiku duhet ta di. Rama shkoi dhe s'bëri dot fotografi. Kjo është e vërteta. Shkoi dhe nuk bëri dot fotografi. Pse tek nuk e di. Por aty filloi shizme e madhe. Por të vjedh, asnjë nga vjedhjet që ka bërë me Rama nuk ju faturoi Erion Velis. Në vijim, kreu i opozitës hodhi akuza edhe ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e përfshirë atë në atë që e cilësoi si rrjet korrupsioni qeveritar. Ai prokuror që guxoi të firmos thirrjen e një personi bashkë me Edi Ramën kanë zhdukur miliarda në tendra në këtë vend. Ai u përball me kërcënime vrasësish, me kërcënimet indirekt të bosit të tij, Troplinit në krye të skapit, por edhe me kërcënimet direkt të kryeministrit nëpërmjet telefonit të faqes Zimanes, Ulu Zimanes. Edhe pse Partia Socialiste refuzoi ngritjen e komisionit hetimor për rastin, Berisha deklaroi se opozita është vendosur të vijojë denoncimet për përfshirjen e krerëve të qeverisë në çështjet e inceneratoreve dhe tenderave publik.